Të dashur miq, jemi në këndin e klasës së provimit të shkollës tonë, Royal, ku do të gatuajmë me 2 studentët tonë të radhës. Pasi ato kanë marrë një eksperiencë të gjatë, ka ardhur momenti që do ndrohet semestri, do vinë një semestër i, ku ne do bëjmë mishin, peshkun, dhe para se të shkojmë te mishi peshkun, ne jemi duke testuar komplet një nga A-ja deri te Z-ja, që do të thotë, kemi filluar me prerjen, me ambalazhimin e produkteve, me supat, me sallatat, me antipastat e ndryshme, pak buzhinë tradicionale dhe jemi te risotto, te pastat dhe gjithë ato. Pasi do bëjmë të përmbyllje të gjithë tyre që unë sapo përmenda pak më lart, të gjithë tyre produkteve dhe tashmë bazat e forta të kuzhinës kemi ardhur në momentin e testimit të tyre. Atëherë kemi 2 studentë tonë të radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Emri mbiemri dhe nga vjen. Unë jam Zelin Italia dhe vin nga Trokuja. Trokuja. Klajdi Mema vin nga Kavajo. Klajdi jo Mema. Klajdi jo Mema. Klajdi li. Po mbiemri tutem Klajdi ulë duar? Mema. Atëherë 2 studentët tanë kanë ardhur, një nga Trokuja, një nga Kavajo dhe janë pjesë e shkollës tonë. Klajdi desha të bëja një pyetje, dëshira për kuzhinën si të ka lindur? Së di fiks, domethënë unë nuk kam marrë, duke patë sektorin e kuzhinës lidhet, domethënë si kam marrë sigurisht me të kuzhinës, më ka pëlqyer domethënë. Edhe zgjodha këtu me nis, po shoh më mirë. Shohësh më mirë. Si duket deri tash ke mirë, deri tash mirë. Jetë. Zoti Metalie, po. Kënaqësi që ke ardhur. Çfarë do gatuani sot për duke treguar aftësitë tuaja, ndërkohë njëkohësisht edhe për teleshikuesit, për studentët në ato që do vinë tek ne. Sot do gatuajmë oriz basmat me kerri dhe punë. Atëherë nisim pa humbur kohë. Klajdi, po. Edhe atëherë na shpjegoj në fillim Klajdi çfarë do zgjedhësh. Tani do bëj pagëri, pas në pagëri, domethënë me fileto rose. Do të thotë që ndjerë skurta, qep, sal domate e tjerë, do ta shohim në fakt. Atëherë Zoti Metalie, filloni pra me procesin e parë. Domethënë ti shpjego atë që ti fillon me procesin. Fillon ti Zene? Po, siç e shohim ujë ka valuar, edhe në orizin basmat. Po. Atëherë për gjithë zonja e zotërit që jeni duke na ndjekur, për ju bashkëmoshatar të Zenelit dhe të Klajdit, në rast se ju keni dëshirë për të vazhduar një shkollë kuzhine, jeni të mirë të ardhur këtu në shkollën tonë për arsye se çdo produkt që ne gatuajmë këtu dashur miq është si produktet e një restoranti. Atje ku furnizojnë gjithë restorantet, furnizojmë edhe ne. Ti vazhdo gatuaj sipas procesit teknologjik që ne kemi folur. Dhe e veçanta shkollës tonë është se gjithë studentët gatuajnë siç ne i kemi mësuar sipas procesit teknologjik. Nuk është thjesht një kurs, është një shkollë kuzhine, jemi vërtet këtu, funksionojnë si shkollë kuzhine. Ja pra, ka hedhur pakër, uji ka valuar, ka filluar sipas fare qef ure, njëjtën gjë dhe zoti Zenel me Italiaj. Po. Atëherë ka hedhur orizin dhe është duke skuqur mishin e pullës. Ja pra, çdo gjë drejt për së drejtë dashur miq, pas një lloj frugu të rrezik, mund të shihni rrëmuj në tavolinën tonë, po kjo na bën të veçantë, për arsye se çdo gjë e gatuajmë live këtu për ju. Ja pra, këto janë njohuritë që çdo student ka marrë në. Ka emocione, duhet ta dini që ka emocione, nuk është kaq e thjeshtë të gatuash dhe të flasësh. Klajdi si ka ndryshuar tashmë që je duke ndjekur shkollën e kuzhinës? Edhe pse po kam marrë një këtë fare kuzhinës, atë këtu kam filluar të njoh pak themelet, nisën e kuzhinës, sa duhet të kuzhinë. Kam përparuar sot edhe nisën e kuzhinës, sot diçka këtu, për sa ndryshim, ka shumë emocione. Kuara tu ka avancuar për më mirë. Deri tash e ndjen veten e sigurt në Tiranë, në shije, në po. Jo maksimum për më mirë. Jo, kuptoj. Ke bërë zgjedhje të duhura apo jo? Po. Të pëlqen? Po. Falenderoj. Metaliaj manovro gjithmonë me zjarrin, një kuzhinier i mirë manovron me zjarrin Metaliaj. Uli zjarrin. Ashtu.
Në vërë me zjarë, në vërë duke bon flarë, në vërë duke ujë. Atëherë duhet ta zgjedhësh. Si të lindi ideja për kuzhinën? Pasi ti e ke dëshirë? Është njëjtë me shokun dhe kolegun tim. Kam punu kamarier më përpara, kam pas qep që fëmijë me thonë trajtën. Dhe kështu, nda menjen, pastaj zgjodhëm shkollën më të mirë në Tiranë, që të vazhdoj. Faleminderit shumë, Zanel. Ja për dashur miq, prandaj ju që shihni këtë video, ju këshilloj të vini këtu në shkollën tonë, pasi çdo gjë është reale. Çdo gjë është reale, është një program për tregun e punës, që ju mbas marrim të shkollës certifikoni dhe jeni taf direkt për tregun e punës, duke ditur të gjitha shihet, duke testuar ato, duke parë lëndën e parë që ne furnizojmë si gjithë restorantet, në ato furnitorë që furnizohen dhe restorantet më të mira, që nga mishi, që nga peshu, që nga makaronat e thata, që nga makaronat e freskëta që ne i përgatisim këtu. Prandaj do jetë zgjedhja e duhur për ju. Hajdeni në shkollën tonë dhe vërtet keni për të njëri vërtet shumë të kënaqur. Ja pra, shohim studentët tanë, idhi pak ujë që të bësh lidhjen. Ashtu siç e ke. Kalojë pak më kështu. Edhe ajo ndërkohë dhe zjedh dhe të marri amidonin e pastës, edhe pak. Ja pra, drejt për së drejti, këtu, idhi ujë, jo pana, mos u ngatro. Idhi ujë, me e i ta hedhëm. E lidhet. Uli zjarrin, manovro me zjarrin. Po, e kjo është shumë mirë. Edhe pak ujë sërish. Nga orizit. Ja ba, të vlerësojmë dashur miq studentët tanë, me gjithë shefdorin, gjitha e punë, e pandazhur, kemi filluar që në tetor, e deri tash, që jemi në fund të marsit. Ky është testimi i gjithë njohurive për 6 muaj. Të gjithë njohurive që këta kanë marrë. Tashun do fillojmë një kapitull të ri me peshkun dhe me mishin, dashur miq, ndarjen anatomike të mishave, ruajtjen e tyre produktet dhe pasi mbarojmë të, fillojmë për vitin e dytë në kuzhinën e avancuar, ku fillon me stilin gourmet, çdo gjë dalë pasi kanë marrë të proces teknologjik, të njohuri. Bëj një sezon të fortë, çdo kush ose fillon punën për restorantin dhe kur vijnë në tetor për të filluar vitin e dytë, fillojmë me stilin gourmet. Prandaj kush ka dëshirë për të marrë një profesion dhe për të ecur përpara, rruga këtu tek ne është vetëm një rrugë që ju të ecni përpara. Atëherë Zanel, shpjegoj se çfarë ke bërë deri tash. Deri tash kemi recetën të parkurë, të mishin, kemi shkuar pak. Duam të parkujmë nga uji i bëjmë si përfat. Tani të shtojmë për panë. Ja pra. Është gatimi i çdo studentit. Nuk do t'i vëmë re detajet e vogla, janë detajet e vogla. Për shembull, Zaneli punoi pak me zjarr të fortë, dashur miq, dhe e ka marrë pak ngjyrë me kafe. Por jemi pa rrugë televizive që t'jemi preciz. Jemi ato që duhet t'jemi, të tregojmë se si çdo student sipas njohurive që ka përftuar nga shkolla jonë. Prandaj mos ngëroni të vini. Falenderojmë dhe operatorin ton me përkushtimin e tij, na bën këto filmime kaq të këndshme dhe ju i shihni në YouTube-in ton, duke pasur edhe Melisonën pjesë të stafit ton që bën foto kaq të bukura për shkollën ton. Përveç shakave, ne jemi vërtet një familje e madhe që bëjmë humor, pasi kuzhina do të ketë dhe pak kreativitet, do të ketë dhe dashuri. Sa pak jolle, se thë sa shumë. Shumë pak jolle. A do të pak sa për shumë, tropo janë më. Hejtë në gjyrën kapë, që kanë për të Po nuk bësh truke ti. Ja, fike këtë dashi, manovro me zjarë, me zëtësim. Një kuzhinieri mirë dashur miq, manovron gjithmonë me zjarrin. Fillon me zjarr të fortë, e ul sapo t'i jap një skuqje çdo produkti, pastaj fillon që zjen avash çdo produkt.
mos i shkatrosh proteina, vitaminat dhe gjithë shka që me zjenë s'kryqin e të. Prandaj, shofim Klajdin. Klajdo, si po të ecë puna? Super. Njësit për zi, ja, ta japim direkt. Njësit. Pa tjetër. Fike këtë Klajdin. I more gjitha? Atëre, nga ujë. Urdhoni zoti Metaliaj, sitën. Ja, do shikoni që të bëhet pak rëmuj, bëhet pak pis, po këto janë studentët, kështu është ku je, domethënë që fillon nga A-ja. Prandaj jemi këtu për t'ju dhënë dijet tona, gjëra më të mira, kualifikimet e ndryshme që ne bëjmë, si unë, si shef Dori, si shef Duri, enot e pasicëria, dhe çdo gjë bëhet perfekt. Ja, vëllai Klajdi. Klajdi po pëlqeni gjë se e madhe këtë kështu, tigane kështu. Shumë mirë është. Po marrë pra qiko mirë kështu. Ashtu, kjo është tigane. Keqen profesori. Po ta thashe pra, ti e kupton tash? A do bëhesh shef kuzhine jo? Ashtu. Tash e le me li, hape zjarri më të fortë tash. Ashtu, kalo ato aty. Po e kanë vonë çik mrapsht aty, s'ka problem. Shumë mirë, shumë mirë. Tash i tak, edhe bëjmë lidhjen. Ja pra, është kompozimi Zotit Zenel, orizi basmant për gjithë ju zonja e zotëri, që i duke në ndjekë në këto momente, orizi basmant ka 80% sheqer më pak se çdo oriz tjetër. Dhe për diabetikët është i mrekullueshëm. I ke vënë shumë pjatë dhe kamera e zmadhon 20% metalieri. Edhe duke si më pëlqej shumë. Fiksi Antropoj. Pasi klima Antropoj është e mrekullueshme në Gjakovën tonë, edhe aty konsumohet. Të dashur miq, këto janë disa gjë jesh reale. Zeneli është kamarier, punon kamarier dhe tashmë do bëhet kuzhinier. Është e vërtet? Po. Shikoni pra pjatën që s'ka marrë. Është të dashur miq, janë sa gjëra, po zoti Zenel. Tash i vore që është imitor. Është ideja Zenelit, nuk e paragjykojmë fare. Ai ka parë se si gatuhet e të tjera si kompozohet, po nga emocionet e vuri tamam si Antropoj. I janë orizit, i janë pulën, edhe me u kënaq ti. Hajde Zenel, hajde o shpirt. Ja, pra, i lirojmë që këto, bravo këtë, me i luk tjetër. Ka në i luk tjetër këtu? Ke gërë, dhe vetë. Në fund lëngun, me profesorit ta këtu, shikoj këtu, bëjmë një lidhje. Ja pra, mishë rose, salë domate, pakeri, një gatim nga zoti Klajdi. Tani, marrim lëngun, salcën e përgatitur, dhe pak jeshillik. Çdo gjë është e gati të dashur miq. E fshim pak pjatën. E vëm këtu. Ka një aromë perfekte, ja pak jeshillik. Klajdo, e kemi gati. Kjo ishte, për gjithë ju zonja e zotërit, këtu ishin dy pjatat, përgatitur nga Klajdi dhe nga Zeneli. Zeneli e ke qarë, ajo ka shije dashur miq, por estetika nuk është shumë, se i ka hedhur dhe kamera e zmadhon. Në takimin e radhës ne do të kemi tash do na ngeli ose do për t'i dhënë notat. Në takimin e radhës dashur miq do jemi me dy konkurrentë të tjerë. Na ndiqni pas pak në një video tjetër. Bye bye. Dashur miq, jemi në këndin e provës së ushqimeve, në këtë rast të pjatave që kanë ekzekutuar dy djemt tan. Provojnë orizin basmat.
Mund të organizuar më mirë, besa këtë shijes është perfekte, orizi është halden, mjaftueshëm. Paka shumë këtë zbatuar komplet procesin teknologjik që kemi mësuar dhe në orën e mësimit pra gjatë kohës që kemi praktikën. Përgëzime. Okej, provojmë pastën. Shpresoj të jetë al dente në pamjet parë. Pasta është al dente, shijen e ka. Kripën gjithashtu është në mënyrë më të mirë. Kamera mund ta fokusoj dhe kremozitetin që pike dhe je munduar t'i japësh është perfekte. Përgëzime.